Aleanca për Armiqin e Kosovës në 2 votimet abstenoi për shkak se edhe atëherë edhe tash ka qenë pro konstituimit të kuvendit. Ka dhënë alternativa dhe ka dhënë propozime për mos me ardhur deri në këtë ditë, deri në këtë situatë kur Kosova humbi dhe kur qytetarët e Kosovës i morën rezultatet dhe u dëmtuan skajshmërisht. Për Aleancën, kjo pako e nënkryetarëve pa dyshim që e zgjodhi një problem për shkak se një çështje politike e cila u dit në kohën e zgjedhjeve të kaluara si problem politik është kthyer në interpretim kushtetues. Pra kjo u zgjedh përmes vendimit gjykatës kushtetuese, mirë po ashtu u pa se kjo pako ishte një lloj synimi i kamuflimit të votimit për nënkryetar. Në një kohë, Slavko Simiqi, respektivisht deputeti i Listës Sërbëve, nuk është pranuar. Ai u quajt terrorist kur ishte vetëm, ndërsa kur hyri në pako u votua. Ne jemi për konstituimit, abstenuam, por në njëjtën kohë e dham qëndrimin tonë për shkak se mendojmë dhe vlerësojmë se kjo është një situatë e cila duhet të demaskohet dhe të thuhet qytetarëve të Kosovës. Ne do të marrim pjesë, nuk e dim deri më tani cili është programi, nuk e dim cila është lista e kandidatëve për ministër, por një e dim se siç ka ndodhur herën e kaluar, po ndodhet tani në një procedurë të shpejtë, pa prezantimin një programi, po vjen një kabinet qeveritar, i cili kabinet ende është i panjohur për qytetarët e Kosovës, e ndërsa programi hiç e hiç. Ne ende s'ke marrë asnjë program, presim të marrim programin, do të jemi në seancë dhe do të votojmë kundër kësaj.